Klubi i futbollit Shiroka fiton thellësisht ndaj Gramçit me rezultatin 6-1. Autori i 2 golave është dhe Flori Leka dhe pikërisht goli i parë dhe goli i dytë. Urime Leka. Faleminderit. 2 golat e parë me sa kam informacion tuhet në këtë sezon. Po, 2 golat e parë. I kënaqur? Po. Gjithmonë është i gjë e kënaqshme kur shënon. Si individ, si për grupin gjithashtu. Trajneri Matias theksoi pak më përpara në intervistë se Leka ka kohë që e kërkon golin edhe në ndeshjet e kaluara, por sot tha i realizoi dhe ishte i kënaqur me ju. E vërtet, se kam folë edhe privatisht me te, se mënyrën për me dalë te goli edhe shqyqyr Zotit erdhi dita. Sot 6-1 rezultati duket i lehtë, por trajneri theksoi se e kanë konsideruar ndeshje të vështirë. Ne konsiderojmë çdo ndeshje të vështirë, sa ashtu është. Po, gjithsesi ne e bëmë me detyrën, asnjë gjë më tepër. I kënaqur në aspektin personal me bashkëpunimin me klubin Shiroka? Pas bëhet fjalë, jam një shumë mirë që ju se ka marrë, edhe shpresojmë që ta njesim kategoritë parë. Shiroka surprizë në këtë sezon futbollistik e pranojnë të gjithë, jeni në krye të tabelës së klasifikimit. Bestia vetëm 24 orë e mbajti vendin e parë, pasi fitoi dje thellësisht me Luzin, por tashmë jeni ju në vend parë. Do vazhdoni ta mbani këtë kryesim? Aja është synimi jonë, edhe tu punu për ditë, shpresojmë të arrijmë qëllimin. Ndërkohë java ardhshme ju përball me një transfer të vështirë me Tribunën e Pukës, një ekip me traditë, por nuk është se ka shfaqur shumë cilësi këtë sezon. Ne do ta marrim si çdo ndeshje, do ta vlerësojmë maksimum, edhe të marrim 3 pikët, ja, të thena në vendin tonë. Por gjithsesi në sfond opinioni sportiv shkodran dhe ai Lezhjan pret datën 7 dhjetor për të përballur në këtë stadium Reshit Rusi, Shiroka Besdjidhe do të jetë kryendeshja e vitit. Po, e vërtet, shumë janë tu e prit, gjithashtu edhe ne, edhe Besdjidhja. Shohim tash kur vinë. Do ta mbyllim vitin si kryesues? Besoj që po. Dhe së fundi, Flori, një pyetje që ja bëjmë zakonisht atyre që shënojnë, ju shënuat 2 gola sot, ndonjë dedikim për këto 2 gola, për kë shkojnë? Shkojnë për familjen teme, i them faleminderit së Zotit. Kështu. Urime edhe një herë, Leka, suksese. Faleminderit.